Arsimi është pjesë e mirë e udhëheqjes lokale komunale. Tregon kush do të bëhet drejtori i shkollave, a do t'i japësh hapësirë profesionistëve apo njerëzve që të vinë për të bime. Pasi që unë për vete vlerësoj që jam një njeri profesional dhe kam thënë edhe ndonjë emision tjetër që komuna e Xhelinës ka nevojë për menaxher, jo për kryetar komune. Edhe po të pyetesha unë, kryetari i komunës do të quhej menaxheri i komunës. Njëtën gjëra e them edhe për shkollat. Shkollat kanë nevojë për udhëheqës profesionalist. Nuk them për të gjithë që nuk janë. Normal që ka përjashtime, ka çdo njerëz mirë po e garantoj dhe e premtoj që drejtori i shkollës do të zgjidhet në formën e ligjore, ashtu siç e parashef ligji. Do të fuqizojmë faktorizimin e prindërve në këshillat e shkollave, do të fuqizojmë faktorizimin e arsimtarëve në për këshillat e shkollave, domethënë politika të mbajë duart larg nga arsimi, larg nga sporti. Ne do të jemi thjesht suport i shkollave, që t'i suportojmë ata në vazhdimsi, mirë po administrativisht po. Mirë po profesionalizmi do të jetë në vit parë dhe mbi të gjitha. Ashtu që drejtori i shkollës do të jetë ai njeri i cili i plotson kushtet dhe ai njeri të cilin e mendon kolektivi i mbrëmshëm dhe stafi i prindërve se kush do të jetë, jo kryetari i komunës.